Ngjarje e tronditse nëna vret me thik djalin e saj 12 vjeçar. Një ngjarje e rënd ka tronditur qytetin Leoben të Austrisë, ku një nën dyshohet se e ka vrarë me thik fëmijën e saj 12 vjeçar. Sipas informacioneve paraprake, fëmia është goditur me thik. Reagojnë mediat vendase. Shërbimet e emergjencës janë njoftuar rreth orës 15 dhe kanë ndërhyrë menjëherë në një apartament pranë spitalit LKH Leoben. Në vend ngjarje, ekipet e shërbimit gjetën një fëmijë me plagthike në qafë. Pavarësisht përpjekjeve për ta mbajtur në jetë, 12 vjeçari nuk arriti të mbijetojë. Sipas gazetës Klein Zeitung, edhe nëna është gjetur e plagosur. Hetimet janë marrë në dorë nga zyra provinciale prokurorisë kriminale, ndërsa në vend ngjarje është dërguar një ekip i posaçëm hetimor. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të tjera mbi rrethanat e ngjarjes apo nëse ka patur ndalim apo arrestim të ndonjë personi të dyshuar.